Kryeministri Edi Rama I dorëzoi sot presidentit Bajram Begaj 7 ndryshimet në qeveri. Takimi mes kreut të qeverisë dhe presidentit zgjati 40 minuta dhe u zhvillua në Pallatin e Brigadave për shkak se presidenca është në rikonstruksion. Kryeministri do t'ju propozoj Begajt shkarkimin e 7 ministrave, mes tyre edhe Belinda Ballukut, dhe emërimin e ndryshimeve të reja, ku mes tyre janë 4 prurje të reja në kabinetin e Rama. Ndryshimet në qeveri u bën me dije nga Rama gjatë mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste, ku vendosi shkarkimin e Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre dhe ministre të infrastrukturës, pasi edhe kushtetuesja la në fuqi pezullimin e saj nga detyra, ndërsa SPAK është në pritje të autorizimit për arrestin. Numri 2 të qeverisë, kreu I ekzekutivit ja besoi Albana Koçiut, e cila largohet nga Ministria e Brendshme, ndërsa Enea Karakaçi vartës I Ballukut, Rama I besoi energjinë dhe infrastrukturën, një nga digasteret më të rëndësishme. Karakaçi, së fundmi drejtori I OSHE-s, ka mbajtur disa pozicione në Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës. Ndryshime pësoi edhe mbrojtja. Piro Vongu shkarkua pa bërë 2 vite në krye të kësaj ministrie për t'ia lënë vendin Ermal Nufit, deri disa muaj më parë në kabinetin e Belinda Ballukut. Surprizë ishte shkarkimi I Elisa Spiropalit 5 muaj pasi emëroi në krye të Ministrisë së Jashtme. Në vend të saj, një diplomat karriere si Ferit Hoxha, ish ambasadori I Shqipërisë në OKB dhe Bashkimin Evropian. Rama shpërbleu dhe të rinjt, Eriona Ismailin, deputeten e re të Vlorës, ndonëse pa shumë eksperiencë në jetën parlamentare, emëroi si ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Ismaili ka një detyrë të rëndësishme përballjen me opozitën në parlament. Toni Gogu është një ndër të paktat figura që vjen me rritje. Ai do të jetë ministri I ri I drejtësisë në vend të Besfort Lamallarit, I cili shkon sërish atje ku ka shërbyer prej vitesh si zëvendës ministër të punët e brendshme, por këtë herë në drejtimin e saj. Presidenti Begaj ka afat 7 ditë kohë të dekretojë shkarkimin dhe emërimin e emrave të rinj të qeverisë Rama, më pas ndryshimet paraqiten për vot besim në kuvend, ku duhen 71 vota. Pas vot besimit, ministrat e rinj betohen te presidenti Begaj për të marrë detyrën.